Kapsula Artemis 2 dhe ekuipazhi i saj prej 4 antarësh ulën në mënyrë të sigurt në oqeanin paqësor pas gati 10 ditësh në hapësirë, duke përmbyllur udhëtimin e parë të njerëzve në afërsi të hënës në më shumë se gjysmë shekulli. Kapsula Orion e NASA, e quajtur Integrity, zbriti butësisht në ujë pranë Bregdetit të Kalifornisë Jugore, duke përfunduar një mision që i çoi astronautët më thellë në hapësirë se kushdo tjetër. Artemis 2 përshkroi në total 694.392 milje, apo rreth 1.117.000 kilometra, duke rrotulluar 2 herë në orbitën e Tokës dhe shkoi në anën e pasme të hënës rreth 252.000 milje apo 400.000 kilometra larg. Ky ishte fluturimi i parë testues me ekuipazh në një seri misionesh të Artemis që synojnë uljen e astronautëve në sipërfaqen e hënës, duke filluar nga viti 2028. Pjesa më kritike e misionit ishte hyrja në atmosferën e Tokës, pasi pjesa e përparme e kapsulës për rreth 13 minuta gjeneroi një temperaturë të zjarrt prej 2760 gradë Celsius, duke ndërprerë njëkohësisht edhe komunikimin me radio me ekuipazhin. Astronautët e Artemis arritën në 406.771 kilometra larg Tokës, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm për afërsisht 399.000 kilometrat vendosur në vitin 1970 nga ekuipazhi i Apollo 13. Udhëtimi që pasoi fluturimin prov pa ekuipazh të Artemis 1 rreth hënës në vitin 2022 shënoi një provë kritike gjenerale për një përpjekje të planifikuar më vonë këtë dekadë për të ulur astronautët në sipërfaqen hënore për herë të parë që nga Apollo 17 në fund të vitit 1972. Qëllimi final i programit Artemis është të krijojë një prani afatgjatë në hënë si një trampolin për eksplorimin e Marsit nga njeriu. Nëse bëjmë një krahasim me epokën e luftës së ftohtë të Apollos, misioni Artemis 2 është zhvilluar në një sfond trazirash politike dhe sociale, duke përfshirë konfliktin ushtarak të Amerikës në Iran, që ka rezultuar jo popullor në vend. Ndryshe nga epoka e Apollos, kur Shtetet e Bashkuara po garonin për të ulur astronautët në hënë përpara Bashkimit Sovjetik, programi Artemis po kërkon të mposhtë Kinën.